Koalicioni Vlen ditëve në vijim do t'i propozon emrat e rinj të vendeve vakante që i takonin ASH-s në qeveri. Vlen vendosi për ministër të shëndetësisë që ta propozoj Azir Aliun, i cili me profesion është informaticient, por këtë çështje arsyetoi zëvendës kryeministri Izet Mexhiti. Ministar treba da bude dobar menadžer koji što go poznava sistemot, koji što može da pridonese za podobro upravljanje na toj resor. I imalo primjeri i во минатото и сега, значи Азир Алио мислам дека е добар и најдобар предлог за таа позиција. Вчера се кооптира членовите од Алијанса за албанците на чело со Арбен Петај. 10 члена од нивна страна во рамките на Влен е избран шеф на штабот Аднан Азизи. Вчера елаборираше за екипата што формира отварање на штабови по сите градови каде што претендираме за локалниве избори и работат на визијата и програмата. Deri më tani nuk ka në funksion zëvendës ministër të mbrojtjes, zëvendës ministër të bujqësisë, zëvendës drejtor të doganave, zëvendës drejtor të ndërmarrjes publike rrugë shtetërore dhe të tjera. Strukturat e ASH-s që vendosen të mbeten në Vlen, me një këshill të përkohshëm koordinues me koordinatorin Arben Fetaj, i cili tha se hisja e ASH-s në kuadër të Vlenit do të mbetet e paprekur për pozicionet e pushtetit qendror. Aty mund ketë rokada për brenda Vlenit, do ketë ndoshta nevojë të akomodohet ndonjë deputet nga bloku, nga Fronti Evropian. Këto çështje mbeten për të diskutuar, por në vija trasha hisja e Vlenit nuk ndryshon, hisja e aleancës për brenda koalicionit Vlen ngelet ajo që ishte, ndërsa për praktikisht lëvizje brenda strukturave të aleancës për shqiptarët keni parë çdo ditëve të fundit, duke filluar nga forumi rinor, nga shumë deg që janë pozicionuar qartë, kuvendar që kanë nënshkruar në anën tonë. Krerët e Vlenit thanë se koalicioni numrat me deputeti ka më mirë se sa para këtyre lëvizjeve që kanë ndodhur.